Përshëndetje! Sot do të përgatisim petulla dhe me vezë. Për një ditë pushimi, kjo recetë do të ishte ideale. Janë shumë të thjeshta për të përgatitur dhe dalin shumë të mira. Fillojmë t'i përgatisim. Fillimisht do të hedhim majan në një enë. Do të hedhim gjysmën e ujit, ku këtu e kemi ngrohur më përpara. Do të hedhim gjysmën e sheqerit. I trazojmë. Do të hedhim një gotë ujë me miell. Dhe do ta lëmë në qetësi, ku e mbulojmë me një qese kuzhine. E zbulojmë brumin. Ka ardhur. Edhe mezën. Sheqerin. Kripën. Ujin. I përziejmë të gjitha bashk. Edhe miellin. Do të hedhim dhe brumin e ardhur më përpara. Hedhim edhe gjalpin. I përziejmë të gjitha bashk. E kemi mbuluar brumin me një qese kuzhine dhe tani e lëmë në qetësi. Do e zbulojmë brumin, e kemi lënë rreth 1 orë në qetësi. Lyem duart me vaj. Nëse brumi do t'ju ngjitet në përduar, atëre do t'i hidhni pak miell. E vendosim në banak, hedhim pak miell. Tani do të formojmë topthat. Dhe vendosim e ena ku më përpara e kemi lyer me vaj. Edhe vaj. Ta kuptojmë ne që vaji na është bërë për të skuqur petullat, do e provojmë nëpërmjet një luge druri. E vendosim brenda bishtin e lugës së drurit ke vaji dhe në momentin që vaji po zien, ne kemi gati për të skuqur petullat. Fillojmë të skuqim. Petullave do t'ja hapim me dorë në mes, të ke rrotulluar, që të na hapet në mënyrë uniforme dhe vendosim për të skuqur. Të gjithë i pëlqejnë petullat dhe janë shumë të mira për një ditë pushimi kur jemi të gjithë me familjarët tanë. Atëherë ato të shijojnë akoma dhe më shumë. Petullat na janë bërë shumë të mira, na kanë ardhur shumë mirë dhe tani na ngjelet vetëm t'i shijojmë. Ju mund t'i shoqëroni me mjaltë, me djathë, me reçel. Kjo varet gjithmonë nga preferencat tuaja. I heqim nga zjarri petullat, të cilat na kanë përfunduar së skuquri, dhe tani i kemi gati për ta serviru dhe t'i shijojmë sa më mirë me familjarët tanë. Petullat i kemi gati për të servirur. Ju bof të mirë. Në qoftë se kjo video ju ka pëlqyer, do dëshiroja shumë që të abonoheshit në kanalin tim dhe të lëni një mesazh poshtë videos. Miro takofshim në videot e radhës.